Të dashur shqiptar, qeveria kroate i ka ndërprer të gjitha kërkimet arkeologjike. Ata mendonin se qytetet në Dalmaci janë ilire. Mirë po, mbas filmave të mi, Akademia Kroate është bindur përfundimisht që kemi të bëjmë me dialektin ilir dorik. Dhe do të shikoni mbi shkrimin e një aristokrati të famshëm, të gjetur në Dalmaci. Të dashur shqiptar, Akademia Kroate ishte bindur që ilirët flisnin një variant të shqipes arkaike. Madje Akademia Kroate ka përgatitur dhe një film për ilirët, ku aty janë futur dhe aktor shqiptar nga Kosova, nga Presheva, dhe është krijuar një gjuhë arkaike e mbështetur mbi shqipen. Është përdorur në këtë film dhe quhet Ilirishtja. Mirë po, janë zbuluar nga arkeologët austriak disa mbishkrime varesh ilire. Dhe ky është gjetur në qytetin Isa ose në Vis, në Dalmaci. Është epitafi i një aristokrati të famshëm ilir dhe varri i tij daton nga shekulli i 4 para r.s. sipas analizave izotope të karbonit. Emri i aristokratit të varrosur është Posthon dhe babai i tij quheshte Xanthipos. Posthon në gjuhën helene do të thotë organ mashkullor dhe Xanthipos do të thotë kal i verdh ose kal me jele të verdha. Pra dhe emri i djalit është Helen, edhe emri i babait është Helen. Por ajo që është më rëndësishme është se ky është një tokë fjalësh Helen. Pra kështu është rasa gjinore në helenisht, Xanthipu, dhe kështu është rasa emërore në helenisht, Posthon. Gjë më e tmerrshme është se këto dy emra kanë kuptime vetëm në helenisht, shkrimi është në helenisht, gramatika është helene, morfologjia e fjalëve është helene, dhe ky emër është përmendur vetëm një herë në komedinë e Aristofanit. Pra vetëm një njeri që ka dëgjuar në origjinal komedinë e Aristofanit mund ta kishte këtë emër, askush tjetër. Është një emër që nuk përdoret nga grekët vetë. Tani këtë fjalë unë e kam vënë në rrënjë 1506 të fjalorit të gjuhëve indo-europiane dhe ka kuptimin organ mashkullor. Emri është në gjinin femrore, posthe, në greqishtën e sotme kjo do të ishte posthi. Do thot organi i mashkullit. Kjo fjalë gjendet vetëm në gjuhën gjermanike, në latinisht dhe në gjuhën ilire. Ky është një lajm shumë i bujshëm dhe është hera e parë që një studiues vendos një epitaf në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, por nuk kisha rrugë tjetër. Pra fjalë për fjalë do të thot organ mashkullor, djali i kalit me jele të verdha. Fjalë për fjalë. Pra ilirët ishin helen fanatik, krijonin emra nga komeditë e Aristofanit. Tani kjo fjalë nuk ekziston në greqisht. Grekët nuk e dinë që ekziston një fjalë e tillë. Në gjuhën e Aristofanit kjo është përdorur me fjalë tabu, sa ai nuk e përdorte dot fjalën posthe, që do të thotë organ mashkullor, dhe përdor një fjalë të rrumbullakosur, posthon. Është përdorur pra vetëm një herë nga Aristofani. Dhe kjo fjalë nuk ka hyrë në greqisht, gjuha greke nuk e njeh këtë fjalë. Kjo fjalë është gjetur krejt rastësisht kur është zbuluar një nga komeditë e Aristofanit, ose më saktë interpretimi i komedive të tij sepse ato kanë humbur. Pra fjala poston ka marrë dhe kuptimin djalë i vogël, djalë me një organ të madh, djalë në një moshë kur i ngrihet, fjalë për fjalë. Kjo është kaq e tmerrshme, kjo që ka ndodhur. Pra, kjo fjalë nuk ekziston në greqisht, por ekziston në ilirët e Dalmacisë, në qytetin Isa, që quhet Vis sot në gjuhën kroate. Ky është lajmi më i tmerrshëm që keni parë ndonjëherë në jetën tuaj, sepse kjo provon përfundimisht që ilirët flisin dialektin dorik. Tani ky zbulim nuk është bërë nga inteligjenca artificiale, jo. Këtë zbulim e kam bërë unë krejt pa dashje, rastësisht. Këtë zbulim jo tregojnë nxënësve të mi kroat dhe ata tmerrohen, dalin nga klasa të tmerruar. Akademia Kroate ka ndërprer të gjitha kërkimet arkeologjike në Kroaci. Në këtë moment, që po flasëm me ju tani. Janë përfundimisht të bindur
që ilirët flisin dialektin dorik. Pra, 2 vjet më parë kanë bërë film për ilirët me aktor shqiptar dhe janë futur aty fjalë të shqipes. Mendoj që ilirët flisin një shqipe arkaike. Ilirët flisnin dialektin dorik të dashur shqiptar, të pastër. Poston është në rasën emërore, organ mashkullor. Është krijimi i Aristofanit, nuk ekziston në greqisht. Sepse origjinali është posthe, që në greqisht shqiptohet sot posthi. Kjo fjalë ekziston në greqisht, por jo poston. Është fjalë ilire. Është emër ilir i pastër. Ilirët ishin helen fanatik. Krijonin emra vetëm nga fjalë helene. Të gjitha emrat ilir janë me origjinë helene. Mos i përdorni më. Sidomos emri Drilon, që e përdorin 20.000 shqiptar në Kosovë, Maltëzi dhe Shqipëri, do të thot organ mashkullor, është emri i Drinit. Është emri gjithashtu i zonës së Drilonit, aty ku i kalonte pushimet diktatori Hoxha. Dhe askush nuk ja sqaroi që zoti Enver, këtu ku ju jeni shtrirë, kjo quhet Drilon në greqisht, i dashur shoku Enver. E bindën Enverin që të vazhdonin kërkimet arkeologjike, kaq të ligj janë pikërisht grekët që u futën në Trojë, po ashtu grekët u futën në Shqipëri. Na futën kalin dhe dolën mëzat. Kush janë mëzat e Trojës? Janë këta minoritarë që flasin shqip, por në fakt janë grek. Ata bindin Akademinë e Shkencave të Shqipërisë të vazhdoi kërkimet arkeologjike. Kulmi i kërkimeve arkeologjike ka qenë nga viti 1992 dhe në vitin 1997 janë grabitur nga Shqipëria të gjitha artefaktet greke, janë çuar në Greqi, në muzeun e Athinës. Në theshtatën e kanë organizuar grekët, more, e kuptoni apo jo? Sali Berisha është agenti i tyre, i rekrutuar në Francë gjatë studimeve të tij. Dhe ai ka dalë hapur me Partinë e Bashkimit me Greqinë. Ka dalë në parlament duke akuzuar Shqipërinë si një shtet narkotik, ndërkohë që mielli i bardhë përdoret në të gjitha vendet europiane, madje është legalizuar. Sali Berisha është shkatruesi i Shqipërisë, autori 97-ës. Të dashur shqiptar, si mund të votoni për Sali Berishën? Të merë, ndërprisni të gjitha kërkimet arkeologjike. Ç'kan bërë minoritarët, arkeologët minoritar? Kanë hequr dorë nga lavdia. Të gjitha kërkimet e tyre janë të arkeologëve grek, që flasin edhe shqip, shumë mirë. Dhe ç'bëjnë ata? Të gjithë lavdinë e tyre ja japin Hasan Cekës dhe Eneritan Cekës, sepse asnjëri prej tyre nuk di greqisht. Në fakt, greqishtja e lashtë nuk ekziston, janë vetëm dialektet të qytet-shteteve greke. Dhe duhet të jesh grek me mish edhe me gjak që të kuptosh këto mbishkrime helene në Shqipëri dhe në Kroaci. Kroatët nuk i zbulonin dot këto. Nuk është në greqisht emri poston, është krijuar nga posthe. Në Komedinë Aristofanit. Pra duhet lexosh Komedinë Aristofanit, ta gjesh këtë fjalë e pastaj të kuptosh mbishkrimin helen të ilirëve. Ky është vetëm fillimi, të dashur shqiptar, por Akademia Kroate i ka ndërprer të gjitha punimet arkeologjike. Urgjentisht, mbyllni kufirin me Greqinë. Kryeministri shqiptar po bën fushat në Greqi. Ai po bashkon ekonomikisht Greqinë me Shqipërinë. 4 biznese, në çdo 5 biznese në Shqipëri janë greke, të mirëfillta. Minoritarët janë pajisur me kredi me përqindje të ulët, ose 0% nga shteti grek, dhe ata vinë dhe blejnë prona në Shqipëri, more, kuptoni apo jo? Kanë blerë dhe deputetët, kanë blerë prokurorët, shefat e policisë. Ministri i mbrojtjes është grek, i mirëfillt. Qiejt e Shqipërisë patrullohen nga avion grek sipas dokumentit më të fundit të NATO-s.
Praktikisht, Shqipëria është bashkuar me Greqinë, por si zonë e zhvillimit ekonomik të Greqisë, pra si një koloni greke. Dhe emri më i bukur, toponimi më madhështor i Shqipërisë është Kolonia, dhe vjen nga fjala koloni. Koloni, jemi sklever të gjithë. U bindët përfundimisht të dashur shqiptar që kemi të bëjmë me një agjentur shumë të rrezikshme, agjentura e arkeologëve grek, minoritar, që hoqën dorë nga lavdia e tyre dhe të gjitha zbulimet e tyre ja veshën familjes Ceka. Në Tre Breza, Hasan Ceka, Neritan Ceka, Olgita Ceka. Kjo nuk ka ndodhur në historinë e një kombi deri tani. Që në Tre Breza të punoj agjentura greke, ose një agjentura huaj. Po t'ishte zbuluar kjo në Shtetet e Bashkuara, Hasan Ceka do kishte shkuar në karrigen elektrike, po ashtu Neritan Ceka dhe po ashtu Olgita Ceka, që të tre do ishin pjekur si qingja në Shtetet e Bashkuara për këtë që kanë bërë. Është një lloj sikur në Shtetet e Bashkuara tre arkeolog në Tre Breza të zbulonin monumente të indianëve, të thonin amerikanëve që këto janë monumentet e kolonistëve anglez. Dhe të dali pastaj më vonë që janë monumente të aborigjinëve indian. Këtë ka bërë Neritan Ceka, ju ka thënë shqiptarëve që këta ilirë janë shqiptar. S'është e vërtet, ata flisin dialektin dorik. Po kemi një jevgën e more, e kuptoni apo jo, një sude, që ka ngritur partin Pellazgë dhe ju a ka mbushur mendje shqiptarëve që ata janë Pellazg. Pellazg ishin një fis helen në Thesali dhe në Arkadia. Ju faleminderit të dashur shqiptar, të dashur Pellazg, Drilon, ç'të të them. Po ky emër është shumë i veçantë, poston, do thot organ mashkullor në komedinë Aristofanit. A nuk u vjen turp të dashur shqiptar që Akademia Kroate ka parë filmat e mi dhe ka ndërprerë çdo kërkim arkeologjik në Kroaci? Sepse këto qytete janë qytete greke, të gjitha. Mirupafshim Pellazgus Drilonis shqiptaris. Mirupafshim. Vazhdoni ju në rrugën tuaj drejt Athinës, ju sklever të lindur. Mirupafshim.